Një shtet që haron gjakun e vet, dështimi historik i Shqipërisë për të mbrojtur shqiptarët jashtë kufive. Shqipëria që hesht ndërsa shqiptarët zduken. Ka një heshtje të tmerrshme që bie mbi trojet shqiptare jashtë kufive të Shqipërisë zyrtare. Një heshtje që nuk është rastësore, është kriminale. Në këto 35 vite të ashtu quajtura demokraci, Shqipëria ka ndërtuar autostrada për oligarkët, ka ngritur kulla për pushtetarët, por s'ka ngritur asnjëherë zërin për ata që flasin shqip jashtë kufirit. Ndërsa qeveritë e njëpasnjshme kanë bërë gara për të marrë duartrokitje nga Brukseli, shqiptarët në Malë të Zi, Maqedoni, luginën e Preshevës dhe në Qamëri janë fshirë ngadalë nga harta e gjallë e kombit. Jo me armë, por me asimilim, varfëri dhe heshtje zyrtare. Në trojet ku dikur valonte flamuri i Skënderbeut, sot valojnë fjalët e rreme të fqinjësisë së mirë, një doktrinë e turpit që ka zëvendësuar çdo ndjenjë përgjegjësie kombëtare. Shqiptarët në Malë të Zi, nga gjaku i luftës te haresa e paqes. Në Malë të Zi, shqiptarët kanë derdhur gjak për këtë tokë. Në Ulqin, Tuz, Plav, Guci, toka shqiptare e shekujve sot quhet Pakic. Këta shqiptar kanë qenë atje para se Mali i Zi të ekzistonte si shtet. Sot, në vitin 2025, fëmijët shqiptar në Ulqin mësojnë me tekste të censuruara, me historinë e tyre të përgjakur zëvendësuar nga historia e fqinjësisë ballkanike. Gjuha shqipe po zhduket ngadalë nga arsimi. Administrata, mediat dhe institucionet publike janë të kontrolluara nga pushtetar malazes që në heshtje e në mënyrë sistematike përpiqen ta bëjnë shqiptarin të ndihet i huaj në shtëpinë e vet. Por kush e ngriti zërin në Tiranë? Cila qeveri dërgoi ndonjë përfaqësues të lartë për të kërkuar zyrtarisht respektimin e të drejtave të tyre? Asnjë. Qeveria shqiptare u mjaftua me urime diplomatike, ndërsa shqiptarët në Tuzë ende luftojnë për tabela dëgjuese. Ky është tup kombëtar, jo diplomaci. Maqedonia e Veriut, shteti i dy kombeve, por shqiptarët mbeten qytetar të dorës së dytë. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët përbëjnë mbi 1/3 e popullsisë. E megjithatë, në çdo qeveri maqedonase, ata trajtohen si partner të përkohshëm që duhen vetëm për t'i dhënë legjitimitet ndërkombëtar shkupit. Pasi kalon zgjedhjet, maqedonasit kthehen tek praktika e vjetër, marginalizim dhe përjashtim. Në Tetov, Gostivar, Strug, Kërçov, shqiptarët kanë universitete, por pa fonde. Shkollat kanë libra të vjetër, infrastruktura është e rënuar, ndërsa qeveria maqedonase financon projekte për forcimin e identitetit maqedonas. Ky nuk është bashkëjetesë, është asimilim i planifikuar. Dhe Shqipëria? Në vend që të kërkojë reciprocitet, siç bën Greqia për minoritetin e saj në Shqipëri, qeveritë shqiptare heshtin. Madje shpesh ndihmojnë Maqedoninë me nënshkrime të marrëveshjeve që flasin për bashkëpunim kulturor, ndërkohë që shqiptarët në Shkup kanë humbur çdo ndjenjë përfaqësimi të vërtetë. Lugina e Preshevës, kombi i harruar mes dy kufive. Në luginën e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit jeton një popull i tërë që ende paguan çmimin e të qenit shqiptar në Serbi. Këta shqiptar kanë luftuar në vitin 2001 për liri, për të drejta, për gjuhën e tyre. Dhe çfarë ndodhi? Tirana u kthye nga ana tjetër. Kosova u detyrua të heshtë sepse kështu kërkonin ndërkombëtarët. Sot në Preshev, shkollat shqipe mbyllen njëra pas tjetrës. Diplomat universitare shqiptare nuk njihen. Flamuri shqiptar është ndaluar në shumë institucione. Toka e shqiptarve u konfiskua me politika administrative dhe fëmijët rriten me frikën se po harrohen nga të gjithë. Nëse sot pyet një djalë 15 vjeçar në Preshev se çfarë mendon për Shqipërinë, ai ndoshta do të buzëqesh hidhur. Shqipëria është në televizor, jo në jetën tonë. Kjo është tragjedia më e madhe kur një komb ndjen se është braktisur nga nëna e vet. Çamëria, plaga e pashëruar që Tirana ka varrosur me turp. Çështja çame është njolla më e zezë në historinë e shtetit shqiptar modern. Një popull i tërë u dëbua me dhunë nga trojet e veta në vitet 1944-1945 nga forcat greke. Gratë u përdhunuan, burrat u vranë, shtëpit u dogjen dhe pasuria e tyre u grabi. E sot, pas 80 vitesh, qeveria shqiptare ende nuk ka kërkuar drejtësi ndërkombëtare për Çamërinë. Pse? Sepse friksohet nga Athina. Sepse interesat ekonomike, kredit e presioni diplomatik janë më të rëndësishme se gjaku i shqiptarëve të Çamërisë. Qeveria e sotme, si ajo e djeshme, zgjedh të heshtë të shpërndaj flamuj në festime folklorike, por jo të ngrejë çështjen në Bruksel, në KB, në Strasburg. Ndërkohë, në Janin e Parg, varrezat shqiptare mbeten të paemërta, ndërsa Greqia financon filma që i quajnë çamët kolaboracionist. Ky është asimilimi i heshtur që Tirana ka pranuar me nënshkrim. Një tradhti që duhet quajtur me emër. Shqipëria zyrtare, një shtet që ka frikë nga fjala komb. Në 35 vite pluralizëm, asnjë qeveri shqiptare nuk ka ndërtuar një politikë të qartë kombëtare për mbrojtjen e shqiptarëve jashtë kufirit. Të gjitha kanë folur për bashkëpunim rajonal, integrim europian, fqinjësi të mirë, fjalë boshe që mbulojnë dështimin dhe frikën. Tirana ka pranuar të jetë një zë i bindur i Brukselit, jo një zë krenar i kombit të vet. Asnjë ministër i jashtëm shqiptar s'ka pasur kurajën të kërkojë me forcë reciprocitet për shqiptarët në Malë të Zi, Maqedoni apo Greqi.
Në çdo tryezë ndërkombëtare, Tirana shfaqet e qetë, e butë, e bindur, një shtet që kërkon miratimin e të huajve, jo respektin e të vetëve. Por një shtet që s'mbrojt popullin e vet nuk quhet shtet, quhet administratë e pushtuar. Asimilimi, mënyra moderne e gjenocidit kulturor. Nëse në shekullin e shqiptarët vriteshin me armë, sot ata po zhduken me laps. Në çdo treg shqiptare jashtë kufive po zhvillohet një asimilim i heshtur me mekanizma të planifikuar. Në shkolla, fëmijët mësojnë historinë e fqinjëve, jo të tyre në administrat, gjua shqipe është simbolik, jo praktik. Në ekonomi, shqiptarët mbeten pa mbështetje, të detyruar të emigrojnë në kulturë, subvencionet për veprimtari shqiptare janë zero. Dhe ndërkohë që këto ndodhin, qeveria shqiptare shpenzon miliona euro për fushata imazhi që s'kan asgjë me realitetin e kombit. Një komb që se një vetveten është i destinuar të shuhet dhe pikërisht këtë po lejon Tirana. Heshtja që vret faj kolektiv i elitës politike shqiptare. Në Tiranë çdo qeveri, majtas apo djathtas, ka qenë zënë me luftën për pushtet, tendera, kulla dhe korrupsion. Asnjëherë me interesin kombëtar. Asnjëherë me shqiptarët jashtë kufirit. Deputetët e kuvendit flasin për çështje të huaja, por jo për fatin e Ulqinit, Tetovës, Preshevës apo Çamërisë. Në këto 35 vite, asnjë strategji shtetërore për mbrojtjen e shqiptarëve jashtë kufirit s'është hartuar. Asnjë fond i posaçëm për arsimin shqip, asnjë politikë për diplomacinë kulturore, asnjë plan për përfaqësim ndërkombëtar të denjë. Dhe populli ka heshtur sepse është lodhur. Por lodhjas duhet të kthehet në dorëzim, sepse çdo heshtje e jon është një gozhd më shumë në arkivolin e identitetit ton kombëtar. Zgjohu shqiptar. Koha për një Shqipëri që mbron shqiptarët. Kjo nuk është thirrje për luftë, është thirrje për ndërgjegje, është thirrje për dinjitet. Nëse Shqipëria nuk fillon sot të mbrojë shqiptarët kudo që janë, në Ulqin, në Strug, në Preshev, në Filat, atëherë shumë shpejt do të kemi një shtet pa komb, një flamur pa kuptim. Kjo qeveri dhe çdo qeveri që vjen pas saj duhet të mbajë përgjegjësi për çdo shqiptar që humbi identitetin, për çdo shkollë që mbyllet, për çdo brez që rritet pa histori. Është koha që shqiptarët e Shqipërisë të mos heshtin më, të dalin para kuvendit jo për bukën e gojës, por për nderin e kombit. Sepse një komb që harron vëllezërit e vet është një komb që ka harruar veten. Kombi nuk është kufi, është përgjegjësi. Në fund të fundit kufit janë vija në hartë, por kombi është gjaku që s'ka kufi. Dhe nëse sot Shqipëria zyrtare e trajton kombin si barr, atëherë ajo ka trajtuar misionin për të cilin u shpau më 1912, të jetë strehe çdo shqiptari. Shqiptarët në Malë të Zi, Maqedoni, Presheve, Çamëri nuk kërkojnë mëshirë. Ata kërkojnë zë. Dhe nëse Tirana se jep dot atë zë, atëherë duhet të zgjohet populli. Sepse historia nuk fal dhe kombi nuk harron. Zgjohu shqiptar. Kombi yt po të shikon në heshtje. Mos lejo të shuhet.